fakti që ju nuk flisni për flet shumë edhe për projekt kalendarin që keni hartuar. Në fakt, opozita në konferencën e kryetarëve ka mbajtur një qëndrim të qartë sepse nuk e ka miratuar këtë projekt kalendar. Së pari sepse ky kuvend ka refuzuar të pranoj një kalendar tjetër, kalendarin për mbledhjen e Këshillit të Mandateve. Ky kuvend në një mënyrë të paprecedent dhe pa u bazuar në asnjë rregullore nuk e mbledh Këshillin e Mandateve dhe kur e kërkojnë 5 antar të Këshillit të Mandateve në paritet të plot me majorancën dhe sipas rregullores së kuvendit. Nuk e mbledh atë as kur e thret vetë kryetari i kuvendit, njofton datën 28 janar dhe më pas e shuan një vendim me një SMS, në cilin parlament një vendim, një urdhër i shpallur, një mbledhje e thirrur shuhet me një SMS, në cilin parlament kur 5 antar të Këshillit të Mandateve kërkojnë sipas rregullores dhe depozitojnë kërkesë për të futur një mbledhje e Këshillit të Mandateve, për të shqyrtuar kërkesën e SPAK-ut për imunitetin e zëvendës kryeministres, kuvendi nuk e zbaton. Kjo duhet ishte çështja themelore e kuvendit. Alibia e Partisë Socialiste se me demek po presin gjykatën kushtetuese, a thua se ne në gjykatë kushtetuese kemi çështjen e imunitetit të një deputete, tregon qartësisht që është thjesht përdorja e parlamentit si një mbrojtëse për interesat e qeverisë. Në gjykatën kushtetuese, të nderuar kolegë, nëse ju kanë gënjur, nuk ka asnjë çështje që gjykon imunitetin e një deputeti. Në gjykatën kushtetuese nuk ka asnjë çështje që lidhet nëse duhet japi autorizim apo jo kuvendi për imunitetin e një deputeti. Në gjykatën kushtetuese ka një çështje për një antar të Këshillit të Ministrave, për funksionet e veta si antare e Këshillit të Ministrave, si zëvendës kryeministre dhe si ministre. Ka një çështje midis Këshillit të Ministrave, ku kuvendi sigurisht do të japi qëndrimin e vet, por nuk ka asnjë lidhje me atë që ne do të shqyrtojmë. Dhe askush nga ne nuk ka kuptuar se ç'lidhje ka edhe nëse pezullohet, edhe nëse nuk pezullohet me vendimin për imunitetin. Na iluminoni ju. Nëse pezullohet, ja jepni imunitetin, apo nëse nuk pezullohet, nuk ja jepni, çfarë keni vendosur? Si është kjo lidhje imagjinare që keni krijuar midis vendimarrjes së gjykatës kushtetuese për një çështje të një antari të Këshillit të Ministrave dhe vendimarrjes së kuvendit për imunitetin e një deputeti? Kur ju kuvendin e ktheni si një zyrë paradhon të kryeministrisë që duhet bëj urdhrat që ju vinë me SMS, sigurisht që kjo opozit nuk do ta votoj kurrë një kalendar, nuk do ta votoj kurrë një program me ju, nuk do të vendosni ju agjendën e kuvendit që mos jetë një agjendë që i përgjigjet interesit qytetarëve, sepse interesi qytetarëve sot është që asnjë i korruptuar të mos ketë imunitet. Interesi qytetarëve sot është që drejtësia të veprojë. Interesi qytetarëve sot është që investimi që kanë bërë partnerët ndërkombëtar, që ka bërë ky kuvend me 140 vota, të shkojë dhe mos përplaset me pushtetet e tjera për t'i dhënë mburoj politike njërit apo tjetrit. Patjetër që cili do nga ne, cili do nga qytetarët shqiptarë që mund t'a pyesni, dihet në rrezik kur fondet publike vazhdojnë dhe menaxhohen nga njerëz të cilët drejtësia thot se i vjedhin, të cilët drejtësia thot se i abuzojnë. Rrugë që bien çdo ditë. Nuk ka një ditë që mos ketë lajm u rrëzua kjo rrugë, u qa ky tunel, ra a i malë se piu ujë, shpikje, do me thënë që nuk i kishim dëgjuar as në për filmat që thoni ju, piu mali ujë edhe ra rruga, do me thënë e strad nga ato që nuk ka perceptim njerëzor që i pranon, dhe vini këtu dhe thoni, hajde votojmë një projekt kalendar.
një projekt kalendar në fakt që dhe në vetë vete ka shkeljet rregullores. Se ja u tha kolegu juaj Braçe, nuk është që ju fusni seancat e pyetjeve përgjigjeve, interpelancat, kërkesat për mocion me debat, kur ju do qefi juve. Edhe a ju do apo nuk ju do qefi juve. Ato futen sepse janë detyrim në rregullore. Ato futen brenda 3 javëve kur janë normale. Ato futen në seancën pasardhëse kur janë urgjente. Mund na thoni ku është kërkesa e Partisë Demokratike për interpelancë me ministren e brendshme për gazin helmus që ju hodhën protestuesve të opozitës? Ku është? Ku është seanca e pyetje e përgjigje me ministren e brendshme? Si ka mundësi që çdo projekt ligj i deputetëve të opozitës lihet me 2, 3, 4, 5 muaj atje dhe projekt ligjet e deputetëve tuaj futen me korsit shpejt? Ju, ku shikoni projekt ligj të opozitës, keni vetëm një devizë: do ta votojmë kundër, edhe nëse është pro interesit publik. Dhe tani keni shpikur dhe një metodë të re që fusni projekt ligje paralele të një llojta me ato që kemi propozuar ne, vetëm e vetëm për të mos miratuar projekt ligjin ton. Ja u them këtu dhe ja u deklaroj zoti Balla, me që je kryetari i grupit, merrni projekt ligjin tim për pagat e mësuesve, ndryshojini emrin, vini emrin e Manastirliut që ja u hoqi me VKM në qershor të vitit 2024, vëreni dhe votojeni. Nuk dua emrin atje as kreditet. Dua thjesht të bëhet interesi i mësuesve, i Sindikatës Bashkuar të Arsimit Shqiptar, që ka shkuar kundër jush edhe në gjykatë kushtetuese, edhe do t'ju publikoj, nderuar koleg, se ju harroni, se shtoni dhe se ç'bëni, mbledhjet e Komisionit të Edukimit, kur me pathos mbronit atë VKM që sot doni ta ndryshoni me ligj. Kur me pathos ish ministrja juaj e arsimit në Askov thoshte, kam bërë shumë mirë që ja u kam hequr atë 50.000 lekshin, se i kam barazuar me nënpunësit e administratës publike mësuesit, se mësuesit nuk mund të quheshin me shkollë të lartë. Ja në proces verbal të datës 12 nëntor 2024 në mbledhjen e Komisionit të Edukimit dhe mund të shikoni. Mua vjen mirë që do ta fitojnë betejën mësuesët, por më vjen keq që ky parlament përdoret gjithmonë dhe vetëm për interesa të mazhorancës, përdoret gjithmonë dhe vetëm duke pasur 2 korsi, një korsi për qeveritë dhe për deputetët e mazhorancës dhe një korsi e cila harrohet, e cila ngelet në zyrtaret e kuvendit, e cila votohet gjithmonë kundër. A thua se do të humni ndonjë kredit madh politik po votuat pro, sepse keni frikë të pranoni që opozita qëndron në interes qytetarëve. Dhe ajo në fakt që do duhet bëj ky kuvend, do duhet të ndjeki interesin më të lartë qytetarëve, të mbledhi menjëherë Këshillin e Mandateve, të mbledhi pa vonesë dhe të shqyrtoj dhe të japi miratim për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres në mënyrë të tillë që drejtësia të veprojë, në mënyrë të tillë që provat mos prishen, në mënyrë të tillë që askush të mos vazhdojë të abuzojë me fondet dhe me interesin publik të qytetarëve shqiptarë. Ky është interesi më i lartë i qytetarëve shqiptarë. Një kuvend që të miratojë ligje për ta, një kuvend që të dëgjojë grupet e interesit dhe një kuvend që mos të shërbejë si mburoj politike, si garanci për të mos u hetuar, si garanci për të mos u arrestuar, si licencë për të bërë korrupsion, si licencë për të bërë klientelizëm, si licencë për të vjedhur fondet publike. Ky është një kuvend që nuk i shërben qytetarëve dhe ndaj qytetarët do t'ju përgjigjen në shesh. Ndaj qytetarët në 10 shkurt do t'jen atje, si sot java, ditën e martë, për të protestuar edhe kundër këtij parlamenti që shërben si mburoj politike për të korruptuarit e qeverisë. Shumë faleminderit.